Basketbolistët e klubit basketbolli Vllaznimi sonte zhvillojnë ndeshjen e radhës në Gjakov, ku do të përballen me klubin basketbolli Bashkimi. Kryetari i klubit Idal Bakia ka bërë të ditur se skuadra është e përgatitur maksimalisht për këtë takim dhe synon rezultat pozitiv. Mas fillimit të raundit të tretë, besoj që në raundin e dytë në 7 lojrat e dyta kemi pas 4 fitore, 3 humbje si Vllaznim dhe kemi pas një performancë pak më të mirë se raundin e parë kur i kishim vetëm një fitore. Na shpresim prapë pranë tifozëve tonë me pas një performancë pozitive edhe pse Bashkimi ka kualitete të jashtëzakonshme, ne mendojmë se kemi shansa të mira për fitore sonte. Sipas Bakijës, në këtë ndeshje skuadra do të udhëhiqet nga trajneri Gültekin Selimi. Trajneri i ri është Gültekin Selimi, është një kuadër shumë i avancuar i basketbollit të Kosovës. Kemi pas disa takime me zotrin Gültekin edhe ne kemi dalë shumë të kënaqur pas diskutimeve që kemi pas, mendojmë që mujmë i bëni një punë të mirë bashkë. Ndeshja ndërmjet Vllazimit dhe Bashkimit zhvillohet sonte nga ora 18:45 në Gjakov.